Mbledhja e vektorëve sipas paralelogramit. Le të supozojmë se kemi disa vektorë të cilët formojnë këndën mes vetë. Shembullin në vejim të cilën do të marrim dy vektorë të cilët kanë një pikë nisje të njëjtë dhe ata në mes vete do të formojnë një kënd. Le të supozojmë se po paraqesim vektorin e parë, pastaj nga po e njëjta pikë që është nis vektori i parë, do të niset edhe vektori i dytë, por i cili vektor do të formojë një kënd me vektorin e parë. Dhe në qoftë se paraqesim vektorin e parë të projektuar me drejtim dhe intensitet të njëjtë nga pika aty ku ka përfundu vektori i dytë dhe ku ka përfundu vektori i parë, do të projektojmë vektorin e dytë me pikë nisje nga fundi i vektorit të parë në këtë formë. Aty ku priten dy vektorët e projektuar dhe ku janë nis vektorët e parë dhe të dytë, do të kemi vektorin i cili është rezultant e këtyre dy vektorëve. Pra, siç pam në rastin kur tham se ky është vektori i parë, vektori F1, ky vektori F2, atëherë rezultant e këtyre dy vektorëve është ky vektori këtu i cili paraqet shumën e dy vektorëve F1 dhe F2. Dhe në këtë formë kemi sqaruar mbledhjen e vektorëve, të cilët në mes veti formojnë një kënd, i cili kënd mund edhe të matet. Si do të veprojmë nëse shumë vektorë janë paraqit duke vepruar nga një pikë? Atëherë, rezultantja e tyre do të përcaktohet në këtë mënyrë. Le të supozojmë se kemi një vektor, pastaj vektorin e dytë, të cilët në mes veti mbyllin një kënd, dhe ashtu siç dhamë në rastin e parë, do të projektojmë edhe vektorin e parë aty ku ka përfundu vektori i dytë dhe aty ku ka përfundu vektori i parë, do të projektohet vektori i dytë në këtë mënyrë dhe tani vektori rezultues për këta dy vektorë të parin dhe të dytin do të fillon nga pika e nisjes së vektorëve të parë dhe të dytë dhe do të përfundoj aty ku priten ta vektore këto. Dhe ky është vektori rezultues për vektorin e parë dhe të dytë, siç edhe treguam në rastin e parë. Po nëse marrim një vektor tjetër, i cili po ashtu niset nga pika e përbashkët e dy vektorëve të parë në këtë mënyrë dhe do të bëjmë projektimin e vektorit të tretë aty ku ka përfundu vektori rezultant i këtyre vektorëve dhe ku ka përfundu vektori i tretë do të projektohet vektori rezultant i vektorëve të parë dhe të dytë. Këtë mënyrë, atëherë rezultantja e vektorëve do të jetë nga pikënisja e këtyre vektorëve dhe do të përfundojë në pikën ku takohen këto dy vektorë. Prandaj, ky vektor i paraqitur me ngjyrë të verdhë është rezultant e të gjithë këtyre vektorëve, në këtë rast të tre vektorëve që kanë vepruar në këtë rast. Por në këtë mënyrë ne mund të vazhdojmë edhe me shumë vektorë të tjerë të cilët nisen nga e njëjta pikë. Pra siç treguam, nëse kemi më shumë se dy vektorë të cilët do të mblidhen dhe të gjithë kanë një pikënisje, supozojmë se ky është vektori F1, ndërkaq ky vektori F2. Rezultantja e vektorëve F1 dhe F2 ishte ky vektori këtu F1-2, që thamë se është shumë e vektorëve të parë dhe vektorit të dytë. Vektorët paraqiten me simbolin e shigjetës, ndërkaq ky vektori tani i tretë, vektori i tretë, ku rezultantja e këtij vektori është kjo këtu dhe në qoftë se paraqesim se ky vektor do të jetë rezultantja e vektorëve F1, F2 dhe F3. Dhe kjo rezultant e këtyre vektorëve është e vektorit F1-2, që është rezultante, plus vektori F3. Në këtë mënyrë tha mund të veprojmë edhe me vektorë të tjerë, në qoftë se të gjithë supozojmë se nisen nga e njëjta pikë, pra nga pika 0. Metoda e dytë e mbledhjes së vektorëve është metoda sipas poligonit të vektorëve apo metoda e vazhdimit. Do të rikujtojmë
shembullin e mbledhjes së dy vektorëve, në të cilin rast tham se nëse kemi një vektor F1 që ka këtë drejtim intensitet dhe ka, dhe vektori i dytë i cili niset nga po kjo pikë, vektori F2. Për mbledhjen e këtyre vektorëve, pam se metodën se si arrim deri te vektori rezultues. Por mbledhjen e vektorëve me anë të metodës së poligonit apo metodës së vazhdimit do ta bëjmë në këtë mënyrë. Supozojmë se vektorin e parë pa ja ndru drejtimin, kohën dhe intensitetin e paraqesim në këtë rrafsh dhe aty ku përfundon vektori i parë do të vazhdoj vektori i dytë. Dhe rezultantja e vektorëve të parë dhe të dytë sipas metodës së vazhdimit apo metodës së poligonit është fillon aty ku ka fillu vektori i parë dhe përfundon aty ku ka përfundu vektori i fundit. Në këtë rast, rezultantja e vektorit të parë dhe vektorit të dytë është vektori paraqitur me ngjyrë të kuqe. Pra është identik me rastin e vektorit rezultant të metodës së paralelogramit. Edhe shembulli tjetër i mbledhjes së dy e më shumë vektorëve me pikënisje të njëjtë, ku tham një vektor paraqitëm vektorin e parë, pastaj vektorin e dytë dhe paraqitëm po ashtu projektimin e vektorëve të parë dhe të dytë, duke bashku vektorin rezultant që është paraqit me shigjet të kuqe, ishte vektori rezultant, ndërkaq vektori i tretë, i cili ka një drejtim kah dhe intensitet siç është paraqit me ngjyrën e gjelbërt, dhe vektorët të projektuar të këtyre vektorëve, të cilët dan rezultantën e vektorëve të parë, dytë dhe tretë, siç e pam te mbledhja e vektorëve me anën e metodës së paralelogramit. Ndërkaq me metodën e poligonit, vektorët mbledhen në këtë mënyrë, paraqitet vektori i parë pa ja ndru kohën, drejtimin dhe intensitetin, dhe vektori i dytë vazhdon aty ku ka përfundu vektori i parë, ndërkaq vektori i tretë do të fillon aty ku ka mbaru vektori i dytë dhe rezultantja e vektorëve të parë, dytë dhe të tretë është nisja e vektorit të parë dhe përfundimi i vektorit të fundit. Dhe vektori rezultant sipas metodës së poligonit përputhet plotësisht me vektorin e rezultant të sipas metodës paralelogramit. Dhe këtu pra kemi vektorët që tham janë vektori F1, vektori F2 dhe vektori rezultant i vektorëve F1, 2, që ishte shumë e vektorëve të parë dhe vektorëve të dytë. Ndërkaq sipas metodës së poligonit, vektorët mblidhen ashtu që vektori i parë zhvendoset pa ja ndruar drejtimin, kohën dhe intensitetin, gjithashtu edhe vektori i dytë mirret dhe vendoset me drejtim, kohë dhe intensitet ashtu siç e ka pas në fillim, por fillon aty ku ka mbaru vektori i parë dhe vektori rezultant i këtyre dy vektorëve F1 dhe F2 është shumë e atyre dy vektorëve F1 dhe F2, ku shohim se vektori F1, 2 është plotësisht identik me metodën e mbledhjes së vektorëve sipas metodës së paralelogramit. Për dy e më shumë vektor, paraqitëm rastin kur ky ishte vektori F1, këtu vektori F2 dhe këtu vektori F3, sipas metodës së paralelogramit, ku të gjithë vektorët fillojnë nga e njëjta pikë, ndërkaq sipas metodës së poligoneve të mbledhjes së vektorëve, vektori F1 paraqitet në drejtim, kohë dhe intensitet të njëjtë siç është paraqit në rastin e parë, por vektori i dytë nuk niset nga pika e nisjes së vektorit të parë, por niset aty ku ka mbaru vektori i parë, pa ja ndru kohën dhe intensitetin, pra ky vektori F2, i cili paraqitet këtu, dhe vektori F3 pa e ndru kohën, intensitetin dhe drejtimin zhvendoset në pikën ku ka përfundu vektori i dytë, aty fillon vektori i tretë. Ndërkaq rezultantja e vektorëve të parë, dytë dhe të tretë është paraqit me ngjyrën e verdhë të një vektori
i cili fillon aty ku ka fillu vektori i parë dhe mbaron aty ku ka mbaru vektori i fundit. Në këtë rast vektori i fundit është vektori F3. Por siç shohim, këta dy vektor janë plotësisht identik si me metodën e mbledhjes së vektorëve me metodën e paralelogramit, po ashtu edhe me metodën e mbledhjes së vektorëve sipas metodës së poligonit.